Ka ndodhur ndonjëherë që pasi ke arritur sukses, njerëzit fillojnë të duan vetëm për atë që ke? Mund të ketë njerëz që thonë se duan një lidhje të sinqertë, por a është e vërtet kjo kështu? Kur je i pasur, gjithçka është më e lehtë. Makinat e shtrenjta, udhëtimet, jeta luksoze, por a është dashuria e vërtet pjesë e kësaj jete të shëndetshme? Në anën tjetër, kur je pa para, gjërat ndryshojnë krejtësisht. Nuk të shohin më si personin që je, por si dikë që mund të shfrytëzohet. Diku mes pasurisë dhe varfërisë ndodhen marrëdhëniet e vërteta, ato që janë të ndikuara nga interesat dhe jo nga dashuria. Sipas jush, a është kjo e drejtë? Nëse ke pasuri, do të duan, po kur s'ke, dikush mund të të shfrytëzojë dhe të bëjë të ndihesh keq për atë që je. A është kjo marrëdhënia që dëshirojmë të kemi në të vërtetë? Po, nëse parat nuk janë gjithçka, çfarë mendoni ju? Një pyetje kam për ju. A janë marrëdhëniet e bazuara vetëm tek pasuria të vërteta, apo duam diçka më shumë? Komentoni më poshtë.